Mirëmëngjes. Këtë videon e postova mbrëm vonë, me thënë drejtën I gëzuar ma quan direkt nga tuneli përkatës edhe postova duke shkruar e gjeni dot ku është. Edhe pati komente interesante me sa I pash që I mblodhi skuadra që merret me syn. Edhe praktikisht është bukur për ta hapur me këtë pjesë, sepse përgjigjet ishin interesant. Për shembull, disa u morën me bojaxhinjt që ishin në fund të tunelit. Aty ku 10 bojaxhinjë e lyen me rula si në kohën e qepës, edhe me të qeshur Toni Sheu. Ose aty ku I kishit vënë për të lyer me rul njerëzit, Jorgo Mulla. Ose tuneli më I shtrenjtë në tër globin për metër që lyhet me dorë. Okej, tani ky është tuneli I shumëpritur I Murrizit, tuneli I Murrizit, I cili më në fund u dorëzua mali dhe tuneli do dorëzohet nesër për të gjithë popullin e Dibrës, që mezi e ka pritur nuk e di sa vite, po shumë kanë ikur nga kjo botë pa e parë, po duke e pritur, dhe që mendoj se e plasi syrin e keq. Syri I keq më në fund plasi, se te ai tunel na u mblodh gjithë energjia negative edhe geologjia e atij tuneli ishte një tmerr. Kështu që nesër tuneli I Murrizit hapet në 14 mars përkondme me ditën e verës. Kështu që nesër ditë vere nga Elbasani në Dibër e në të gjithë Shqipërinë patjetër natyrisht pa harruar Tiranën. Tani një pjesë tjetër e kishin me rregullat e qarkullimit, domethënë nuk e dim ku është ky tunel. Po një gjë bie në sy që makina juaj po bën një shkelje të rëndë të qarkullimit rrugor. Nuk duhet shtet I të fortëve si në Rusi, por I ligjeve si në Europë, se nga aty fillon ndërgjegjësimi, rruga e mbarë dhe qëndrim këndshëm në dërmi, jo mor vlla. Është tuneli I Murrizit, është në Dibër, është lart, rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit, tuneli I Murrizit, dhe jam I bindur që nëse s'ke shkuar dhe e provon të shkosh, do zbulosh një copë Shqipërie të mrekullueshme. Çdo copë e Shqipërisë është e mrekullueshme, por ajo që ne kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve është që kemi krijuar mundësi për zbulimin e copave të mrekullueshme deri dje të paarritshme. Në mënyrë normale, se mund të arrijeshim, po me ditë, me mushk, me gomar dhe me furistrad. Kështu që është tuneli I Murrizit e para. E dyta, se ka akoma për 2 makina të parkuara në krahun tuaj, njëra në drejtim të kundërt, në daljen nga tuneli, asimas sigurie nga vinçi që po punonte jeta në dorë të Zotit. Tani makina ishte për të bërë një panoramë të të gjithës dhe ma quan mua sepse nuk e kam besuar më që kjo punë do mbaroj pa mbaruar. Do me thënë në sensin që pa u mbaruar, thosha s'ka për mbaruar ndonjëherë, sepse
disa herë na preu krahët gjeologjia aty, duke nxjerrë probleme të formacioneve gjeologjike, kështu që nuk është në një situatë normale dhe nuk është për në dërmi. Pra nuk është se dje unë po shkoja në dërmi dhe po kaloja si në Rusi. A më kuptoni? Po më shumë për humor këto se jam pak i mërzitur sot në fakt. Jam ngrirë i mërzitur se Kujtim Gjuzin e kishin lënë në det hapur. Dhe nga ana tjetër